kush i qëllon këto rezultate, se që është pak punë fati. Sepse këtu nuk ka dijeni se kush arrin në finale. Na mujna me mashtru veten me thonë 2 emra sot këto, shkon Franca, shkon Argentina ose tjetra, po është jashtëzakonisht shumë e vështirë. Këtu ndeshje nuk parashikimet janë ekstremisht shumë të vështira. Ndryshimet që mund me ndodhin gjatë ndeshjes. Mënyra se që mundet me shku ndeshja, këto është shumë vështirë e parashikueshme. As ndoshta ata ekspertat më të mëdhaj që mirën edhe me ato statistikat, ato detajet e kanë shumë vështirë me parashiku. Po unë i dha përparësi pak më shumë Francës, për vetëm arsye mënyrën se çush e ka trajtu kompeticionin deri në këtë pikë ku kemi ardhur. Nëse shohim një kombëtare fituese në këtë kompeticion, me mënyrën se çush i ka trajtu ndeshjet prej lojës parë në fazën e grupeve, mendoj që është Franca. Po, mos ta harrojmë, ballafaqohet me Spanjën, kampionin fuqit të Evropës, një kombëtare që ka fitu evropiane botror, radhazi kështu që është jashtëzakonisht e vështirë. Po, nëse i shohim ato detajet, ato përqindjet e vogla, unë mendoj që 45-45% i dha favore Francës që të shkojnë në finale.